prej kohësh apo pak mjekësi të akumuluara i ka bërë bashkë që të mblidhen për të 15-ën ditë me radhë. Një protestë në fakt që nuk ishte para asnjëherë më parë, ku shqiptarët të revoltuar vjojnë që të kërkojnë largimin e kryeministrit të Rama. Por sigurisht jo vetëm në Tiranë, në fakt protesta ka pasur edhe në qytete të tjera të Shqipërisë. Vjojnë të jenë edhe thirrjet një zëri të qytetarëve që kërkojnë revolucion. Kemi parë në fakt nga dita në ditë një numër rekord të qytetarëve që kanë kaluar çdo pritshmëri. Të rinj, të reja, prindër me fëmijë, qoftë edhe të moshuar, sigurisht kanë qenë pjesë dhe janë pjesë e kësaj proteste, duke shprehur pakënaqësitë, por edhe padrejtësitë që janë bërë jo vetëm nga kjo qeveri, por edhe nga gjithë klasa politike. Mesazhi i tyre është i qartë: Rama të jap dorëheqjen. Të thirrjet e tyre, teksa po vjojnë edhe marshimin në drejtim të kryeministrisë.